Rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahun e lartësuar e falenderojmë, salamet pejgamberit alayhi salatu wassalam e dërgojmë. Vazhdojmë me kapitullin të cilin e ka emëruar Imam Buhariu, kush nuk e la fjalën e pavërtet apo gënjeshtën edhe të punuarit me të në Ramazan. Domethënë çfarë dënimi dhe pasoje ka kur njeriu gënjen në Ramazan, por edhe punon me gënjeshtër në këtë muaj. Hadithin e përmend Abu Huraira radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bih, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharaba." Thot kush nuk e le gënjeshtrën edhe të punuarit me gënjeshtër, atëherë Allahu nuk ka nevojë që ky person ta le ushqimin edhe pijen. Në një formë, ky hadith e ndërlidh një mëkat shpirtëror i cili ka lënë edhe në fizik. E shpirti në Ramazan duhet të kundërtën me e pas të këtij mëkati, sepse lënia e pijes edhe ushqimit për çka ka ardhur? Jo për të thjesht për të dobësuar insani ose për ta munuar insanin. Parimisht nuk ka ky qëllimi. Kemi thënë se edhe fizikisht i mundesh me pas dobin në xherem, por është për qëllim fisnikrimi i shpirtit, me ngrit nivele më të larta shpirtin. Nëse dikush prej agjëruesve e thon barkun e vet nga një anë, në anën tjetër nuk e edukon shpirtin e vet përmes këtij agjërimi, çysh edukohet shpirti? Resulullah sallallahu alaihi wasallam e ka veçuar gënjeshtrën, rranën. Pse e ka veçuar? Allahu e di më së miri, por ka mundësi për shkak të rrezikut të saj, për shkak se në mënyrë direkte bie në kundërshtim kënena të mos hashet, mos pish, kënena që është të rrahesh, të mashtron njerëz, edhe të punon me rranët e tua, se njeri nuk është gjithmonë me rranët veç me fjalë, rran edhe me vepra, rran me punë. E kur rran me punë i bie si një lloj munafiklëku. E dim pse? Pse kemi thonë, Allahu ka thonë në hadithin kutsi, agjërimi është për mua dhe unë për ta shpërblej. Ulemat kanë thonë, 10 mendime i kena thonë, pse kështu e ka thonë Allahu? Një prej tyre kemi thonë, agjërimi nuk e di kërkush, është i msheft. Veç për Allah. Kërkush se di, mund është i më rra, me thonë agjërushëm, ja mos po konë. Po përderisa ti je i sinqert, Allah ka me të shpërbly. Tash e kundërta kësaj, ti s'po rran, po agjëron, po thuj unë agjërushëm, për në me ja agjërushëm, si e të rajt. Po mirë, qysh nga ana tjetër po rran kërshë njerëzve? Qysh nga ana tjetër po punon me rranën tonë kërshë njerëzve? Po bjerë kontradikt 100%. Ti bile mos rraj edhe veten, jam agjërushëm, po i rran tjerët. Se kelon rranën, se kelon dallaverën, se kelon mashtrimin, nëna po agjëron. Pse kështu? Prandaj Zoti s'pas ka nevojë me lën na hajën edhe pijen, përderisa se kena lënë gënjeshtën, rranën, qoftë në folë, qoftë në të punuar, në të vepruar. Pastaj, ndërlidhja tjetër është se rrana edhe dallaverja janë haram si në Ramazan, si jashtë Ramazanit. A ka një ditë që është e leju me rrana? Nuk ka, përveç të shqiptarët, që është 1 prilli, dita e rranave. Edhe shqiptarët kanë bërë si një kult, si një lloj bindje, si një lloj besimi që djali e rran babën, reja e rran vjerën ose vjerën, edhe ka ngalë edhe keshin. Kjo është ndaluar në Islam. Harami kur nuk bëhet halal. Se hajde, e pasme një ditë që po lejo ka rrana. A e bëjmë një ditë kur lejo të rakia? Qështu bibjan? Pra, rrana është gjithë haram. E në Ramazan edhe jashtë Ramazanit. Kurse ushqimi edhe pija
është haram veç në Ramazan. Për ata që mund me agjëru. Tash, një njeri që të haramin, rënën, që 12 muaj haram, gjithë të haram, s'pele në Ramazan. Në anën tjetër pele pijen edhe ushqimin, që është 11 muaj halal, atër kjo kontradikt. Mos e le hiç, për të thotë Zoti. Mos e le hiç. Si të mujt me lani haram, këna për malen hajën e pijen. E treta, pse në përmend edhe është si me thonë në kundërshtim njëri me tjetrën, është se shpirtin agjërimi e fisnikran. Agjërimi njërën e nalpi epsheve, e nalpi vezveseve, e nalpi traditave të këqia. Ti agjërushëm, opa në alesh, nuk bën gjibet, nuk i marrë në përgoj njerëzit. A kemi thonë, sa njeri nuk hanë e nuk pinë, bukë edhe ujë, por hanë mish të vllazëve të vetë musliman. Është interesant, na untomi në Ramazan, inshallah na jo, po du të me folën vetën e parë. Na untomi në Ramazan, se kemi të lejuar me ngranë dhe me pi. Çka bëjmë? Na ha mish, qysh ha mish, astakfirullah, po. Na kuri marrim në përgoj emrat, personalitetin e vllaznive tonë edhe shajmë, edhe ofendojmë, edhe përqeshim. Na që kena bo? Na kena ungër mishin ati vllau. Kena ungër mishin ati vllau. Prandaj, bie në kundërshtim me gibetin, bie në kundërshtim me rënën. Domthonjë nuk je fisnikru ti. Shariati e ka prun la'allakum tattaqun, Zoti ka thonë për Ramazanin është bërë bërgjë, në fund që ka thonë, që të bëheni të devotshëm, s'ke arrit përmes këtij ibadeti me largu rënën, të punuarit me rënë, atëherë ti nuk je bën i devotshëm. Ke dështu në qëllimin e këtij muaji. Njëjtë si një njeri që shkon kryen një kurs një muaj, mas një muaje hyn provim edhe bjen pi provimit. Kështu na bim pi provimit nëse ja nisim edhe rajm në Ramazan. Prandaj, cili është qëllimi i agjërimit? Është fisnikrimi i shpirtit, ngritja e niveleve të nalta. Nalmi prej ushqimit dhe pijes, por nuk është kryesorja ajo qëllimi i lanjes këtyne dy ushqimeve, domethënë, por është qëllimi i largimit nga disa harame. Kur unë e kontrolloj veten në Ramazan, mos mangur me pi, më ndodh për shembull që ditën e parë, nashta neve jo, që jemi pak më mosh, trive, fëmijëve, ka 12-13 vjet, shkojnë edhe hanë ditën e parë, ka harru që Ramazan. Por tu eduku sot, mas një javë, fillon dikur, kur të vjen Bajrami, çaj fëmijë, tutet me hungër, se gjithë e kanë në trunë, mos Ramazan, mos ka gabu, se është eduku për 30 ditë. Qështu ka ardhë edhe na me u largu prej rranave, mu eduku për 30 ditë. Nëse s'kemi arrit atëherë, nuk pa thamë kemi dështu, sepse na kemi një tjetër mesele. A ndodhë që nëse këmë rranë unë në Ramazan, ose këmë punu me rranë, më prishet Ramazani, parimisht jo, s'prishet. Por qëllimi është zbeh i agjërimit, pse ka ardhë agjërime. Se inshallah ta'ala nuk prishet. A dëpsohet se vapi? Po dëpsohet se vapi. A dëmtohet se vapi? Po dëmtohet se vapi. Që kënene e më punë të mira, që kënene e më punë të këqia. Ke bo agjërim, e ke ranu peshojnë e punëve të mira. Ke bo veprat këqia, e ke ranu dhe tash kjo pak e lëvizat kanarin. Prandaj që ka me bona, me pas sa ma shumë kujdes. Allah në përmirësov vllazën.